Flasim për një temë tepër të rëndësishme, por që neglizhohet. Apnea e gjumit. Çfarë është apnea e gjumit? Apnea është një çrregullim i frymarrjes e cila shoqërohet me ndërprerje të shkurtra të frymarrjes gjatë gjumit. Apnea, forma e saj më e lehtë është gërhitja, por forma më e zakonshme dhe më e agravoar është ajo obstruktive, ku në fakt kemi ndërprerje të plotë ose të pjesshme të frymarrjes gjatë natës. Nëse zgjoheni të lodhur, ndiheni të përgjumur gjatë ditës, apo keni probleme me përqendrimin dhe memorien tuaj, këto mund të jenë disa shenja paralajmëruese të apneas së gjumit. Por kur partneri juaj vën re që keni gërhitje, zgjoheni shpesh në mënyrë të pavullnetshme, me ndalesa të frymarrjes dhe me ndjesinë mbytëse, atëherë këtë problem duhet ta merrni më seriozisht. Apnea e gjumit, çfarë lidhje ka me ortodontistin? Ortodontisti në fakt është një nga figurat që mund të identifikojë faktorët anatomik, të cilët mund të jenë faktorë që shkaktojnë apneën e gjumit. Një nofull e ngushtë apo një nofull e tërhequr mbrapa, e cila më pas shoqërohet dhe me një posturë apo me një mallësi të konsideruar të gjuhës, mund të sjellë apneën e gjumit. Një nga opsionet më të lehta për trajtimin e tyre, sidomos në rastet kur apnea ka një grad të lehtë apo të moderuar, apo në format më të rënda ku pacienti nuk e toleron apo nuk bashkëpunon me sipapin, ose në format më të rënda ku pacienti nuk pranon kirurgjin, atëherë ne mund t'i ofrojmë aparatin avancues mandibular ose ndryshe të shkurt MAD. MAD mundson avancimin e nofullës së poshtme përpara duke sjellë me vete të gjithë bazën e gjuhës. Në këtë mënyrë lirohet, rritet diametri i rrugëve të frymarrjes së sipërme, duke evituar plotësisht ndërprerjen e frymarrjes gjatë natës. Sigurisht që ky aparat i kundërvihet dhe forcës së gravitetit, e cila mund të jetë një arsye tjetër të cilën mund ta shfaqë dhe mund ta agravojë apnean e gjumit. MAD është një aparat i thjeshtë për të përdorur, pa dhimbje, pa zhurmë dhe tepër komfort për ju. Prandaj, një zgjidhje praktike e cila mund të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e gjumit dhe të shëndetit tuaj.